Dua të shfrytëzoj këtë rast që të ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që të dalin edhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar, për të zgjedhur kandidatët, përfaqësuesit e tyre të Republikës Kosovës. Nga ana e KQZ-s të gjitha përgatitjet janë bërë, përkundër kohës së shkurt, përgatitjeve të shumta sfidave që kemi pas, ne kemi arritur të sigurohemi që procesi të filloj me kohë, të gjitha trajnimet, të gjitha çështjet logjistike janë përfunduar me kohë dhe sot votohet për zgjedhje nacionale. Dje kemi pas procesin e votimit në diasporë, i cili sipas njoftimeve ka shku shumë mirë, ka qenë proces i qetë, të gjithë që një pjesë e atyre që janë regjistruar për të votuar në përfaqësitë diplomatike kanë votuar. Tashmë edhe gjatë natës janë mbyllur edhe qendrat e votimit në Washington, New York, Toronto dhe në Ottawa dhe informacionet sigurisht kanë dalë në website. Uroj që të jetë një ditë e qetë, një ditë e mbarë për të gjithë dhe i tërë procesit të mos ketë asnjë problem. Nga ana jonë përsëri them që të gjitha janë përgatitur për çdo komunikim tjetër, do të komunikojmë nga KQZ-ja në Prishtinë.